Si rrjedhoi moti të përkeqësuar dhe detit me dallë, pllakat prej betoni përgjatë shëtitores Lungomare në Vlorë janë dëmtuar. Tek fushat e sportit thuajse pjesa më e madhe e pllakave kanë dalë nga vendi duke përfunduar disa metra më poshtë. Ata të cilët e frekuentojnë këtë zonë tregojnë se një pjesë e dëmtimit në këtë shëtitore vjen sigurisht edhe nga moti i përkeqësuar, por pa lënë mënjan edhe cilësinë e ndërtimit të saj. Qytetarët thonë se gjendja në përgjithësi e Lungomares nuk është ende aty ku duhet, ku ka nevojë për shumë përmirësime, kryesisht në mirëmbajtje. Sipas vetë qytetarëve, shëtitoria duhet të jetë në gjendje sa më optimale për pranverën dhe nisjen e sezonit veror. Dhe rregullojnë, besoj. Apo ja. Po dimri s'është për shëtitore, për faqet zezë, po patjetër. Po kur të vi vera, besoj. Shumë mirë është, më mirë është. Po ala nuk ka fillu pastrimet me pastru këto. Se ka qenë kohë e keqe dhe tash besoj ato ndërmarrje gjibrimi do ta pastrojnë këtë. Po murë gjithë dhejtu, ja, si të të shikoni. Ja, mirë është, nuk është keqe, rregullon atë fushën e basën të nisit atje. Kam bërë rregullime, kam bërë shumë. Kanë lënë këtë fushën tu pa marru atë fushën aty. Atë pisën e kanë lënë aty, kanë 6 muaj ashtu. Po ka shumë përmirësime. Kështu gjendja përgjithësi është mirë. Plazhi do rregulluj çik mirë. Do si them mua, do hodh rërë. Si udhë të rërë, ka rërë sa dush deti. Po nga moti nga zhvendor më, se do mirëmbajtje gjithmonë. Mirëmbajtje. Po s'pate mirëmbajtje do të ketë si është për shembull pushetat se kështu. Këto riparimet, kanalizimet, këto duhen mirëmbajtje që se po s'pate dhe kanalizimet ti mbytet gjithmonë. Duhet përmirësoj që kanalizimet që mos mbytemi më të shoku. Po mbytëm, s'ka kuptim këto tjerë. Pas ditëve me rreshje shiu dhe mot të përkeqësuar përgjatë shëtitores Lungomare në Vlorë, kanë përfunduar edhe një sasi e konsiderueshme dherash dhe inertesh. Gjithashtu në shumë pjesë të saj është grumbulluar edhe ujë nga deti.